Sezoni veror edhe këtë vit po shënon një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve në zonat turistike të qarkut të Shkodrës, duke i vendosur institucionet vendore dhe operatorët turistik përballë një sër sfidash. Për administratën rajonale të zonave të mbrojtura, prioriteti kryesor mbetet rritja e sigurisë së vizitorëve, sidomos në zonat malore. Një element i cili është vënë re këtë vitin e fundit ka qenë edhe sepse shumë turistë mbas thirrjeve tona të vazhdueshme kryesisht shtigjet i realizojnë me gojida vendese ose gojida të licencuara, që do të thotë kemi pasur më pak incidente në pjesën e Alpeve. Por nuk mund të harrojmë asnjëherë se apeli kryesor është që të kemi kujdes në shtigjet malore, të cilat janë të pamarkuara dhe në lëvizje e tyre me pa gojida vendese. Por sfidat nuk lidhen vetëm me zonat malore. Rritja e numrit të turistëve edhe në Bregdetin e Velipojës dhe liçenin e Shkodrës ka shtuar edhe më shumë angazhimin dhe përgjegjësitë e strukturave të turizmit në Bashkinë Shkodër. Flukset turistike kanë edhe ato problemet e veta. Sfidë kryesore është edhe ruajtja dhe mbajtja pastër e ambientit, sidomos në këto zona turistike. Në këtë drejtim janë shtu intervalet pastruese të këtyre zonave turistike. Pjesa tjetër është edhe cilësia e shërbimeve, sepse siç e dim, në flukset e mëdha duhet pra të jemi gjithmonë në kërkim të rritjes së cilësisë. Mbi 570.000 vizitorë kanë frekuentuar zonat turistike të qarkut të Shkodrës gjatë 7 muajve të parë të këtij viti. Fluksi më i lartë regjistrohet në Parkun Kombëtar të Alpeve, me qendër Thethin, që mbetet destinacioni më i kërkuar turistik në veri të vendit.